A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë prej tij faljen, ndihmë, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Salavatet dhe selamet qofshin për edukatorin e njerëzimit, mëshirën për mbar botrat. Selamet qofshin për familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu taala alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, jeni në valët 88.4 të Radio Vatit në emisionin fetar Këshilla e Xumas, që emetohet çdo të premte para namazit të Xumas. Unë udhëheqësi i emisionit Irfan Sulejmani, referent në Muftinin e Shkupit, ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi të gjithë ju inshallah. Mysafir të sotëm kemi hoxhën e nderuar Ishak Efendi Qilafi, imam në xhamin e fshatit Shishov. Hoxhë i nderuar, mirëserët në emisionin tonë të radhës Këshilla e Xumas. Faleminderit, mirësi u gjej. Është nder dhe krenari që sot bashkëbisedoj me ju. Amin. Faleminderit edhe nga ana jon. Tema e sotme që do të elaborojmë së bashku me hoxhën e nderuar është vëllazëria dhe uniteti në Islam. Hoxhë i nderuar, si e sheh Islami vëllazërinë dhe unitetin e muslimanëve? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala khayri mab'uthi rahmatan lil alamin. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Falënderimet, lavdërimet i takojnë Allahut të Madhërisëm. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet të dërguarit ton të dashur profetit Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam ja çojmë, familjen e tij të bekuar fisnike, shokët e tij besnik ne sjahrojmë dhe gjithë ata të cilët e përcollën, e përcjellin dhe vazhdojnë ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ashtu siç pyetja është parashtruar dhe tema me të cilën sot në këtë ditë të xumas do ta elaborojmë është vëllazëria dhe uniteti në Islam. A thu vallë çfarë rëndësie dhe se si e shef Islami vëllazërinë, unitetin në këndvështrimin islam. Pra njush kam sjellur një ajet kuranor të surës El-Hujurat ku Zoti Allahu fuqiplot tregon rëndësi të veçantë duke theksuar apo duke cituar në veçanti çështjen e besimtarëve, çështjen e muslimanëve. Dhe thot kështu: Innamal mu'minuna ikhwatun, nuk ka dyshim me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Faslihu bejne e khawajkum wattakullah, thot andaj rregulloni, përmirësoni raportet, çështjet ndërmjet jush. Pastaj thot wattakullaha la'allakum turhamun, andaj thot Allahu dhe keni frikë dhe shpresë te Allahu, thot që të mëshiroheni. Në bazë të këtij ajetit kuranor kuptojmë se besimtarët janë vëllezër pa marrë parasysh ngjyrën, pa marrë parasysh gjuhën apo kulturën, racën, kombin të cilën ata e kanë. Neve do ta përmendim një hadith të Resulullahit alayhi salatu wasalam, nga se praktika e tij, fjalët e tij, veprat e tij janë për neve, ne themi katalog, janë model dhe ne gjithmonë i ndjekim, i ndëgjojmë, i zbatojmë sunetin dhe traditën e Resulullahit alayhi salatu wasalam. Një ditë i dërguar jon alayhi salam tha: La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Me të vërtet nuk do të mund të hyni në xhennet, thot gjersa të besoni. Pse i them këta fjalë? Nga shkaku se në këndvështrimin e këtij ajeti që e cekëm më herët, Allahu përmend një gjë të rëndësishme këtu. Pasi e përmend fjalën vëllezër, ikhwatun, pastaj ka përmendur edhe një çështje që është shumë esenciale për neve, për muslimanët. Ajo është raporti, përmirësimi dhe pajtimi i gjendjes, momentit, situatave të cilët besimtarët jetojnë, po punojnë.
nga se shohim në historinë islame, në kohën tonë bashkokohore, se si të rinj, ndoshta me dije apo pa dije, nuk e tregojnë apo nuk mundohen që ta promovojnë islamin e realt me sjelljet dhe me moralin e tyre. Allahu në këtë ajet të surës Huxhurat tha waslihu, dhe rregulloni dhe pajtohuni dhe ndryshoni raportet ndërvllazërore. Pejgamberi alayhis salam tha nuk do të hini në xhennet derisa të besoni. Pastaj tha wala tu'minu hatta tahabbu, që nuk kupton nuk do të keni mundësi ta arrini besimin e plot derisa thot të duheni dhe të keni sjellje, të keni dashuri dhe unitet dhe respekt në mes njëri tjetrit. Pastaj profeti alayhi salatu wasalam tha ewala adullukum, a dëshironi që t'ju tregoj për një gjë e cila nëse do ta praktikoni, nëse muslimanët sot do ta praktikojnë, do të përmirësohet gjendja e tyre, do të rregullohet çështja e tyre ndërvllazërore, ndërfisnore. Pastaj tha efshu selam, i than sahabët bela, gjithsesi ja Resulullah, tha shpërndanja paqen, shpërndanja selamin, shpërndanja muhabetin, nga se në tryezat tona, sofrat tona, me xhliset tona, ligjëratat tona, shpesh herë bashk bisedojmë me vëllezër, me musliman, me shok, me të rinj, bisedojmë se sot me të vërtetë është ngrit bereqeti, është ngrit muhabeti, është ngrit respektin mes njëri tjetrit. Sekreti asaj është tek hadithi i Resulullahit alayhis salam ku profeti jon alayhis salam na këshillon që ta shpërndajmë e para të japim selam, t'i buzëqeshim vllaut ton musliman, t'ja pyesim hallin se si e ka, të bisedojmë, ta respektojmë atë. Kjo është ajo për të cilën e sheh dhe parasheh feja islam. Allahu shpërblet o xhinderor. O xhinderor, çfarë ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për unitetin e muslimanëve? Profeti jon alayhi salatu wasalam për unitetin, për vlerën dhe se sa është e rëndësishme, dhe këtu theksohet çështja, duhet përmendet çështja se uniteti jon, bashkimi i muslimanëve, vllazëria në islam, a është gjë fundamentale apo është një gjë e cila është sekondare, është një gjë e cila e dorës së ditë. Nga hadithi Resulullahit alayhis salam dhe nga praktika e tij ne do të kuptojmë një gjë shumë interesant. Ka thonë el mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Muslimani për muslimanin, besimtari për besimtarin është sikur sa janë ndërtesa, sikur se shtëpia, sikur sa i muri që ndërtohet shtëpia. Ka thonë yeshuddu ba'duhum ba'd, e shtrëngon, e parafron, e ndihmon njëri kënd i shtëpisë apo njëra ploç apo njëri stup shtyll e shtëpisë, ndihmon shtyllën tjetër. Pra edhe ato tullat, ato mjetet të cilët ne ndërtojmë shtëpinë tonë, çfarë bëjmë atë materialin e përzim, e rregullojmë, e vendosim njëra pas tjetrës dhe kështu ne ndërtojmë kështjellën tonë, shtëpinë tonë, e ndërtojmë atë vendin tonë ku ne do të banojmë. Prandaj profeti alayhi salatu wasalam ka thonë el mu'minu, besimtari për besimtarin është sikur ndërtesa. Pastaj muslimani në krahasim apo muslimani në aspektin islam është i mëshirshëm dhe është i dhemshëm dhe është shumë i afër me besimtarët, me ata të cilët i sheh, punon, jeton, bashkëjeton. Ka thonë për cilën nga një dietar islam i cili ka thonë kur një imam mbajti një hutbe gjatë një kohe, kur u ngjit në shkallët e minberit e përcolli hadithin e pejgamberit alayhis salam, i cili tha e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut duke thënë besimtarët në mëshirë, në dhemshmërinë, në afërsinë, në respektin mes njëri tjetrit, thot i ngjan një trupit. Nëse një pjesë e trupit ankohet nga dhimbja apo temperatura e lartë, i gjithë trupi do ta ndjejnë atë. Neve vëllezër të nderuar, teleshiquas të valve të radiovatit dhe TV Myftinis, i shohim se si sot muslimanët janë të përçarë në mesin e tyre, se si vendet të ndryshme të ri, vendet nga gjithë bota nuk po bashkëpunojnë, nuk po unifikohen rreth fjalëve të Allahut të Madhrishëm. Allahu i Madhrishëm në një ajet kuranor ka thonë, Allahu e citon
shumë qartë, thot kështu Bismillahirrahmanirrahim, wa atasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Dhe të gjithë ju o besimtar, nuk tha të gjithë ju o turk, turqeli, o ju arab, o ju amerikan, o ju shqiptar, po thot të gjithë ju o ju besimtar, pa dallim race, gjuhë, kombi, ka thonë kapuni fort për litarin, për librin, për Kur'anin famëlart, wadhkuru ni'matallahi aleikum, dhe kujtoni, çfarë thot Zoti, kujtoni mirësit, begatit ku Zoti në fillet e Islamit ju bashkoi juve. Profeti jon alayhis salam gjën e parë, punën e parë që e bëri pasi që bëri emigrim hijret për në Medinë, e dini kush ishte nderuar vëllezër, ishte pikërisht bashkimi, unifikimi apo pajtimi në mes muslimanëve dhe ndërtoi xhamin e parë ku aty bani edhe apo afërsinë, pajtimin e atyre të përçamve, atyre të cilët ishin të idhnuar, atyre të cilët ishin në vllavrasje. O gjeneror, çka mund të na thoni? A mjafton vetëm vëllazërimi dhe unifikimi apo bashkimi i muslimanëve sot? Sigurisht deri tani gjersa ishim duke bashkë bisedu për çështjen e muslimanëve dhe temën e cila është temë kryesore apo mund të themi është temë esenciale për jetën e besimtarëve kudo në botë. Sigurisht nuk mjafton vetëm të bashkohemi, vetëm muslimanët të gjejnë një rrugë të unifikimit edhe mos të hartojnë, mos planifikojnë se si do të bashkojnë, si do të jetojnë pastaj mëtej, si do të bashkëjetojnë në mesin e tyre. Sigurisht Zoti na jep një formulë të qartë në surën Anfal, tha kështu Bismillahirrahmanirrahim, wa atiullaha wa atiur rasula wa la tanaza'u. Pas këtij ajetit kuranor, Allahu pasi tha o ju besimtar, bindjuni Allahut, bindjuni urdhëresave të Allahut, bindjuni të dërguarit tuaj dhe bashkohuni, afrohuni, por mbas këtij ajetit e cek Allahu i madhrishëm edhe një ajet kuranor ku thot ajeti që tregon thot wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Surja Maide ajeti numër 10 thot dhe ndihmohuni o ju besimtar, o ju të rinj, o ju musliman, o ju të pasur, o ju të ditur, ndihmohuni në mes vete, në vepra, në bamirësi, në punë të mira, në projekte. Pastaj ka thonë wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, e mos u armiqsohuni, mos u ndihmoni në mes vete kundër jush, thot në punë të këqijat, kundër njërit tjetrit. Kjo është mesazhi të cilën neve duhet kuptojmë që muslimani nuk e ka për obligim apo nuk duhet që vetëm të unifikohet dhe të stagnon, ndalon aty, por duhet që edhe të merr hapat konkrete, që të punon edhe të vazhdon edhe të kontribon edhe në aktivitetet e tija në jetën domethënë ku familjare, në jetën shoqërore, duhet që të bashkëpunon. O gjeneror, pasi që jemi në minutat e fundit të emisionit, cili është mesazhi juaj për teleshikuesit e TV Muftinisë dhe ndëgjuesit e Radio Vatit? Sigurisht neve jemi në këtë ditë të madhe të xumas, lusim Allahun fuqiplot që Allahu Dhul Xhelal vëllezërve tonë musliman, rinis tonë, të afërmve tonë, dashamirëve tonë, Allahu t'ju jep sukses, shëndet, inshallah jetë të gjatë. Lusim Allahun fuqiplot që çdo kush që bart përgjegjësi për çështjen e jetës fetare në çdo vend në botë, Allahu inshallah t'ja hap rrugët e suksesit. Inshallah Zoti t'ju ndihmon. Lusim Zotin që meqense është tema e unitetit, e afërsisë, bashkimit dhe vëllazërisë së muslimanëve, inshallah Zoti safat, radhët tona, familjet tona Allahu t'i afron. Dashurinë, respektin Allahu ta shton. Bëjmë dua te Zoti që inshallah Zoti familjarëve tonë, vëllezërve tonë, ata të cilët janë të përçam, të ndam, të idhnuar, Allahu inshallah t'i pajton, Allahu inshallah t'ju ndihmon. Gjendjen e tyre inshallah Zoti t'u ndryshon. Amin. O gjeneror, Allahu ju shpërbleft për elaborimin e temës dhe shpresojmë që këshillat e juaja kanë qenë të dobishme për teleshikuesit e TV Muftinisë dhe ndëgjuesit e Radio Vatit. Amin, faleminderit, ishte kënaqësia ishte imja. Zoti ju shpërbleft edhe juve dhe të gjithë ndëgjuesit.
Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, këtu është fundi i këtij emisioni ku misafir kishim hoxhën e nderuar Ishak Efendi Xilafi. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje dhe Allahu a pranoft gjitha lutjet dhe ibadetet tona. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.